Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe këtë mesditë të 15 janarit, ditë e njëjtë jemi live dhe drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. E kemi nisur pikërisht këtë javë me ngjarjen e rëndë të 3 fëmijëve në qytetin e Durrësit, pamje të rënda të cilat kanë qarkulluar në media. Megjithatë, shërbimi social në Bashkinë e Durrësit ka marrë masat e nevojshme dhe menjëherë pas reagimit të shërbimit social në Durrës ka reaguar përsëri për redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur nëna e 3 fëmijëve. Vetëm mbrëmjen e kaluar kanë pasur mundësi të flasë gjatë, vazhdojnë të qëndrojnë në Spitalin Rajonal të Durrësit. Gjendja e 3 fëmijëve vjen në përmirësi me sipër për shkak të një infeksioni që ato kishin marrë. Megjithatë, nëna ka reaguar edhe pas ndërhyrjes së ish-vjerrës së saj në media, por kryesisht në një ballafaqim që patën të dyja për herë të parë dhe ekskluzive në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ndiqni fillimisht, besoj se janë pakët shqiptarët që nuk e kanë ndjekur dhe nuk kanë dhënë opinionin e tyre për këtë rast. Ndjekim pak kronikën e përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Me Zemër të Hapur. Të mundohemi ditën e sotme ti kemi përsëri të dyja palët përballë njëra tjetrës, njëra palë edhe akuza, pala tjetër i mohon dhe përsëri kjo palë që mohon edhe akuza për palën tjetër. Duhet dalim pak nga modeli klasik sepse nuk është rasti për të folur për marrëdhënie nuse vjerë, por le të dalim se çfarë po ndodh me ata 3 fëmijë. Të paktën në redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur kanë ardhur materiale ekskluzive të cilat për shkak konfidencialiteti nuk do t'i transmetojmë ditën e sotme, por duken që fëmijët në shtetin italian të paktën, siç i kanë parë edhe dy të ftuarat e ditës, avokatja dhe psikologja, duken mjaft të qetë, të shkolluar, të pastër dhe jetojnë në kushte shumë të mira, të cilat nuk i kanë në Shqipëri. Megjithatë, nëna e këtyre 3 fëmijëve e ka një shpjegim për gjithçka çfarë është diskutuar këto ditë. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Nëna e 3 fëmijëve të mitur, të cilët u gjendën të mbyllur në banesën e tyre në Durrës, të vetëm dhe të uritur, ka drejuar detaje nga jeta e saj në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Ajo tha për emisionin se kishte pasur një çështje gjyqësore të hapur në Shqipëri, pasi kishte pasur një martesë për letra në këmbim të përfitimit financiar për fëmijët. Ajo u denoncua publikisht nga ish-vjerra e saj me të cilën pati një përballje live, duke u kundërshtuar dhe duke drejtuar kishtin se e gjitha kjo shfaqje u inskenua nga ish-vjerra. Por nga ana tjetër ish-vjerra tregoi se fëmijët kur janë mbajtur dhe kanë qëndruar në ambientet e saj, nuk kanë qenë kurrë kështu në këtë gjendje. Nëna e 3 fëmijëve tha se nuk do të hiqte dorë nga fëmijët e saj. Ditën e sotme ajo thyen sërish heshtjen dhe rrëfehet në studion e emisionit për të treguar rrugëtimin dhe vështirësitë e saj. Ndiqni rrëfimin. Edhe një minutë përpara se t'yja në këtë transmetim të drejt për drejt ditën e sotme, jam lidhur me nënën e 3 fëmijëve, e cila është në një gjendje jo të mirë emocionale dhe mbrëmjen e kaluar mbasi ka mbyllur telefonatën me mua, ajo shpjegon që ka pasur probleme shëndetësore, ndërkohë që gjendja e fëmijëve është në përmirësim e sipër. Nga momenti në moment ato do lënë ambientet e Spitalit Rajonal të Durrësit dhe më pas për të vijuar të gjithë procedurën që ka nisur shërbimi social pranë Bashkisë së Durrësit. Shërbimi social do të ndalojmë pas pak, sepse sipas informacioneve që ka redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur, shërbimi social është njoftuar nga nëna e 3 fëmijëve dhe nga shkolla ku shkojnë dhe studiojnë 2 fëmijët më të mëdhenj, dhe ndoshta vendimin që shërbimi social ka marrë këto ditë pasi qarkulluan pamjet në media është ndoshta heqja e përgjegjësisë që ata kanë pasur si shërbim social, pasi edhe nëna vet deklaron që e ka njoftuar shërbimin social që ka pasur nevojë për ndihmë, por edhe shkolla i ka vënë në dieni. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek shërbimi social, unë në studio jam me Sara Demrozin, me avokatin tonë. Përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në krahun tënd Belinda Mustafa, psikologja jonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Fillimisht me Belën dhe pastaj tek Sara, si e keni përjetuar ju këto pamje kur qarkulluan? Jo në anë profesionale, flasim në aspektin personal, teksa pat këto pamje. Çfarë ndjeve, Bela? Në aspektin tim personal, për mua ishin drastike si pamje. Sigurisht nuk solidarizohem as me nënën dhe as me gjyshen që
i sollën këto pamje, sepse janë tepër të shëmtuara dhe janë goxha të prekshme për fëmijët edhe. Gjyshja deklaron që nuk është ajo që ka shpërndar videot, jam e gatshme të përballen thotë me këdo dhe kudo, qoftë edhe në gjykat, sepse unë pamjet nuk i kam quar asnjëherë, këto janë pamjet thotë që kanë bërë institucionet në momentin që gjyshja ka bërë detyrën e saj si qytetare, ka shkuar menjëherë në polici, ka bërë kallëzimin dhe është policia që është vënë në lëvizje pastaj dhe ne nuk e dim nga janë shpërndar këto pamje. Por edhe të mos ishin këto pamje, nëna thotë kam kërkuar ndihmë tek shërbimi social dhe nuk më është dhënë. Shkolla pas ka kërkuar ndihmë tek shërbimi social dhe shërbimi social të paktën ditën e sotme unë do të mundohem të lidhem me ta nëpërmjet kontakteve që kemi. Është një shërbim social që vazhdimisht emisioni me zemër të hapur ka pasur mbështetjen dhe ka dhënë prenoncime për raste të ndryshme të kuptojmë që kush gënjen nëna apo shkolla, por shërbimi social ka marrë një vendim pas këtyre pamjeve të cilat dua ta ndaj edhe me ju. Duket, shikon, marrëdhënia ish vjerë dhe ish nuse duket që ka qenë afër deri në një pikë. Sepse edhe vetë nëna e 3 fëmijëve thotë, po, unë vitin e kaluar, me 5 tetor fëmijët do jepnin shenjat e gishtave, kanë jetuar, kanë bërë disa vite shkollë në Itali, pamjet ju i patë se si jetonin fëmijët në Itali dhe është e kuptueshme, janë do më thënë dy pamje si e bardha dhe e zeza, apo jo, si nata me ditën, por nuk dua të ndaloj tek shpërndarja, sepse tek e fundit është bërë detyra qytetare e gjithkujt që urdhëro. Fëmijët po jetojnë këtu, po kush është shkaku, hajde të flasim. Është totalisht drastike për mua. Të shikosh fëmijë, 3 fëmijë në atë gjendje është e dhimbshme dhe shumë e vështirë. Po edhe një nën që duhet të mbjetoj dhe duhet punoj 14-16 orë në ditë. Po, është e vështirë për nënën. Sara, nuk e di? Në këto pamje janë një shenjë neglizhence nga ana e prindërit e tmerrshme. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetojë në këto kushte, edhe nuk e di kush i ka shpërndar, po me i thënë faleminderit kujtoj që i ka shpërndar, sepse është ngritur ndërgjegjja e gjithë shoqërisë shqiptare që po reagon në këtë situatë. Dhe çdo fëmijë nuk meriton të jetojë në këto kushte, kushti minimal i pastërtisë. Në fakt, komentuesit janë ndarë në 2 kampe, specialistët janë ndarë në 2 kampe, sepse po të dëgjoj Sara që thua, faleminderit që janë shpërndar këto pamje. Ndërkohë që ka specialistë të tjerë, të cilët me sa duket nuk e njohin fare, po fare historinë dhe për këtë ta garantoj, të paktën të kishin ndjekur emisionin me zemër të hapur, do kishin kuptuar nga ballafaqimi e ish vjerrës me ish nusën, që situata, në qoftë se nuk do ishte pasqyruar në media, do kishte vazhduar. Do kishte vazhduar dhe mund të kishim deri në fatalitete. Do kishte vazhduar dhe fëmijët kanë marrë një sëmundje, një infeksion të lëkurës, vazhdonin rrinin në këto kushte, pra nuk do ndërhynte askush dhe fëmijët do të vazhdonin akoma të jetonin, në thonjza të jetonin, sepse vetëm jetesë nuk quhet kjo pamje kështu. Unë mund ta kuptoj një nën që punon 14-15 orë në ditë, e kuptoj. E mirë kuptoj që fëmija ka shumë përgjegjësi, por ama kur nuk je i aftë për të mbajt përgjegjësitë, atëherë kërkon ndihmë. Në qoftë se nuk ta jep shteti. Nëna deklaron që ka kërkuar ndihmë. Po familja. Gjithashtu edhe shkolla e fëmijëve ka denoncuar. Nuk ka familje shqiptare që nuk ka familje mbas. Një nën, një bab. Shiko, duhet të paragjykoj, duhet të tim të gjitha. Atëre, do t'ju them diçka. Dua t'ju them në lidhje me të paktën njëri nga familjarët e zonjës në fjalë, unë kam folur mbrëmjen e kaluar me vllajin dhe unë shpresoj që të kemi shumë vëllezër të tillë. Mënyra se si ka komunikuar me mua vllai i zonjës, jo vetëm në mbështetje të saj, jo vetëm ai njeh ku mund të ketë gabuar motra e tij, çfarë do bëjë një daj për të 3 fëmijët, nuk ka folur asnjë fjalë negative për familjen e ish-burrit dhe unë them dhe ja uroj dhe ja kam thënë vetë zotrisë në sy, duke i thënë që ne duhet kemi vëllezër të tillë dhe shembuj të tillë. Ata kanë vendosur familja e zonjës të heshti, është e drejtë e tyre, megjithatë ata janë të pakënaqur nga mënyra se si është trajtuar në media, jo tek emisioni me zemër të hapur, se unë pata domethënë komplimentat e mia, por në mënyrën se si është
quar në media, video, mënyrën se si media, portale, kanë nxjerrë me fytyrë fëmijët, kanë treguar identitetin e nënës, edhe gjithçka tjetër. Pastaj është drejta e familjes së zonjës, por edhe vetë zonjës, që të paktën të reagojnë dhe të kenë edhe ata mendimin e tyre për gjithë situatën. Privatësia dhe anonimiteti i fëmijëve të mbetet e tillë, sepse këto pamje nuk bëhen publike për interes të publikut që të kënaqet publiku. Këto pamje bëhen publike për interesin më të lartë të fëmijës, që fëmija të jetojë në një ambient më të mirë, që të shkollohet, një ambient të pastër, një ambient të rregullt. Ky është qëllimi. Megjithatë, Shërbimi Social në Bashkinë e Durrësit i mori masat e veta, ne nuk e dim a janë masa të mira apo jo, a duhet ishin marrë më parë apo jo. Fakti që ato tregojnë që nënës do t'i lihet kujdestaria për një kohë prove, dhe kjo tregon që Shërbimi Social në qoftë se shkolla dhe nëna kanë denoncuar më parë dhe ata s'kishin marrë masa, me sa duket po mbulojnë gabimet e tyre, të gjithë bëjmë gabime në punën tonë, prandaj dhe Shërbimi Social në Durrës mund të ketë bërë gabimet e veta dhe nuk ka reaguar dhe nuk e ka ditur dhe nuk e ka vlerësuar ndoshta që situata mund të ishte kjo. Ne do ndjekim bisedën që unë kam zhvilluar me nënën e 3 fëmijëve mbrëmjen e kaluar menjëherë sapo ka reaguar dhe Shërbimi Social. Ndjekim. Alo, Blerina, mirë mbrëma. Si janë fëmijët? Mirë. Jam Evisa Meti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur, që folëm ditën e hënë bashkë. Po. Si janë fëmijët, ç'a bëjnë? Mirë, më mirë jam. Më mirë janë në spital akoma? Po të spital jemi, pas me dhe këtë do dalin. Çfarë kanë thënë mjekët? Çfarë kanë konstatuar? Asë në gjë. Ka dalë gjë ka dalë rejtë, nuk është ka... E kuptoj. Po përsa i përket infeksionit që kishin? Jam më të qetë, dhe jam më të faktu, se jam që të duam të dhe në shtëpi. Si e pritet ti? Ka dalë që me vizatine, me këto gjëra. E kuptoj. Kanë ardhur psikologe, i kanë asistuar? Sot kanë arë ta disa, dhe më kanë kruë, kanë parë, kanë thonë me ta, dhe më kanë ja përgjigje mirë. Çdo gjë është mirë emocionalisht me ta? Po. Okej. Dhe më kanë vetë, dhe më thonë, dinga që në vidë shumë telefon, ju gazeta, dhe më të manë telefon, për që mami që ka ndodhë, se të manë të telefon, të s'ke bërë faj, dhe më thonë, e të ndaj ka me ndodhë, dhe më thonë, që mos të jenë. E kuptoj, unë të thash në fakt edhe atë ditë që ishim live, që kisha vjerën tënde që largoje fëmijën dhe mos e pyet fëmijën. Është e mira, faktikisht. Po ti vetë, ju nënshtrove një ekzaminimi emocional? Fole me një psikologe? Dhe tani më thënë drejtën jo. Thjesht vetëm prej familjarëve të mi, dhe më kanë qëndru plane shumë. Më thanë që kishte ardhur dhe babi, apo jo, babi jot? Po, ka ardhur babi, më vjen dhe mami të hënën. Po? Çfarë thonë ato në lidhje me situatën, si e mësuan ngjarjen? Po, që thonë, ata janë të shikuar, kupton se diçka që nuk është se kemi përballë të para me të tjera gjëra. E qartë. Ai superman. Blerina. Po. Nuk e di, ti dje ishe në gjykat, apo jo? Jo, nuk kam qenë në gjykat. Është bërë, domethënë, vendimi që u morë për fëmijë të... Po në drejtuesi, domethënë, policisë e këtyre, domethënë. Po nuk është se kam, domethënë, gam shkur. Nuk shkove në gjykat, ti thjesht mbritën ato të Bashkisë së Durrësit. Po. E kuptoj, patë mundësi të flisje me babain e fëmijëve? Po, më ka të dije, pasi ka ardhë më nga Italia, më ka ta po fëmijët e ka ikur, vetëm kaq. Nuk do s'kam fol fare, nuk do me fol fare me ta. Se edhe do, pasi të ndyrë gjithë kjo, do më thëmë, do ta bëj një gjyq, do ta kërkoj një urdhër mbrojtje, do ta kërkoj diçka, do më thëmë po. Do kërkosh urdhër mbrojtje për çfarë? Po. Do më thëmë mos ma thonë, pasën kuta shumë, dhe nëse gjykata sa e takon, do më thëmë, sepse unë kam qenë me urdhër mbrojtje, e ka pas, do më thënë që dhe vendimi gjykatës ka qenë që 2 herë në javë takoj fëmijët. Unë i kam leju, sa e kanë dashur ata, i kam leju të fëmijët. Ama me më bë keq më këtë që po kaloj unë kësaj radhe është shumë e rëndë për mua. Për mua, për familjen tim, për fëmijët e mi. Pra nuk është hera parë që nuk është hera parë që ti ke pasur urdhër mbrojtje. Jo, kam pas.
Ke pasur edhe herë të tjera, për shkak se je dhunuar prej tyre? Po ja, këto fjalët. Veç me fjalë. Po se ka thënë gjykatën në gjyrë që dhuna psikologjike është dhe më e rëndë se dhuna fizike. Do më thonë ke pasur kërcënime në një farë mënyra. Nga kush konkretisht? Nga i zburë, nga zhvjerë, nga... E kuptoj. Blerina, unë dua të tregohem pak e sinqert me ty. Mua më kanë mbritur disa video nga familjarët e ish-bashkëshortit, ish-vjerrës, të cilët shikoj fëmijët në Itali të veshur, të mbathur, me çanta shumë të mira, vajza, djali. Pra ata kanë pasur një jetë shumë të mirë në Itali. Pse u rikthyet në Shqipëri ju? Tani këto vite ka nisur ata ja. Po. Atëherë do të merren në shkolla, domethënë shkollat ose unë nuk do të ashtu, se unë kam vite domethënë fëmijët mi sa që çosha në shkollë mëngjes, domethënë kur ashtu ku ecin dorë për dorë të tresë fëmijët e mi kur nuk kanë ndarë. Edhe mi çu fëmijët e mi sot në dyqan shkop diçka, o të blejmë për të tre o nuk blejmë për asnjë. E kuptoj. Edhe po të nizon ato vite dhe fëmijët e mi këtu domethënë nuk e kam mungur asnjë. Asnjë. E kuptoj. Edhe tani unë ktheva, domethënë i dash aty me domethënë me i bërë letrat fëmijëve të mia ndej. Momenti që domethënë unë kthehem në Shqipëri se kam pas një gjyq kështu që duhet me qenë prezente. Po. Dhe kur jam nisur për në Itali, prapë më kanë kthyer në bar pasi se kisha mbush 3 mujoshin këtu ja. Po. Në Shqipëri. Po. Edhe për këtë arsye domethënë nuk kam qenë që ka deklaruar ajo i zhvera im që kjo i ka qenë fëmijë 3 muaj. 5 muaj domethënë në Itali dhe është kthyer në Shqipëri. Nuk kam ikur domethënë se po të futet pasaporta ime në sistem dhe domethënë që unë jam kthyer në bari. Qartë. Po pse i dogjen fëmijët dokumentat? Se në datën 5 tetor ato do vinin shenjat e gishtave. Po, gjatë kohës që kanë fëmijët e mi andej, fëmijët e mi kanë qenë domethënë nga baba i tyre që mësoshin, shanin mamin, që ata ditën në emision live. Po. Që kam video domethënë të gjitha. Ju ato video nuk më keni dërguar Blerina, unë të kam shkruar, faktikisht kam pritur. Të më vinin videot. Po pastaj domethënë nga që kam parë shumë video tjera të fëmijëve që ka dalë me fytyrë, domethënë nuk dua dalin prapë në me fytyrë. E qartë. Do me thonë, edhe emrat atë ditë edhe marrjen pyetje, unë kam paralajmëruar në fakt, nuk mund të thyem kurse si ligjin dhe ti mund t'i nisësh në mënyrë konfidenciale dhe nuk të paktën nuk do shpërndahen ato video dhe nuk do transmetohen. Por problemi im qëndron edhe në një moment tjetër, unë do ta nis një video ku shfaqesh ti në një mjedis nate, nuk di si ta them, në një lokal, në një klub nate me këngëtar dhe fëmijët nuk shihen në shoqërinë tënde. Pra, gjatë kohës që ti ke qenë aty, fëmijët ku kanë qenë? Kanë qenë në shtëpi? Në muzikë? Po, është një këngëtar, po, ke qenë ti në një tavolinë që normalisht në moshën që e ti do arktohesh, do shkosh, do t'i frekuentosh këto ambiente, por çështja është ke fëmijët. Gjatë kohës që ti arktohesh, fëmijët ku kanë qenë? Do ta nisun atë videon. Po, do ta japun për gjën eksakt. Tani un kam, domethënë si thash, domethënë kohët e fundit kam qenë domethënë që kam punuar 2 turne. E lysha domethënë çdo datë kam qenë fëmijët e mi. Para se me domethënë nuk para se me shku në Itali, un kam punuar domethënë në turnin e darkës, kam punuar në një lokal që bëshë muzikë çdo ditë premte. Po. Gjithmonë ditën e premte ose ditën e shtunë që bëshë muzika, un pagusha një grua të lagjes time. Po. I pagusha 10.000 lekë ose 15.000 lekë. Po. Domethënë se bësha bakshisë punon kamariere. Po. Ka lëshu bakshisë. Domethënë kur kam dalë, domethënë që mos kanë dalë një ose 2 herë, e kam paguar atë zonën që ja, e kam me dëshmitar, që do ta çojë në gjyq, se di shumë që do dalin ato gjëra. Po. Edhe unë i kam ashtu. Ama ka qenë viti, ky është viti pas, që kam thënë, më pyetet në gjithë dozi, që kam thënë që unë kam 5 vite që unë nuk e festoj kur vitin e ri me fëmijët e mi, dhe këtë vit nuk më intereson as puna, as gjë të do të kaloj kohën me fëmijët e mi. Po. E kemi qenë për datën e vitit të ri, që babai nëna e gjyshe e tyre se kanë marrë një telefon. Po. Po thjesht më ka thënë djali i madh natën e vitit të ri që ka qenë daka. Ka parë fëmijët e tjerë me babin, sa mami sa po babi sa, nuk mbledh dhuraka. E kuptoj. Edhe unë e kam marrë telefon gjatë dakës kemi qenë edhe 3 që fëmijët e mi domethënë atë vitin e ri domethënë janë mësuar, se kurse kisha fesuar vitin e ri. E kuptoj. Në moment që jam dalë, më sot mund se kisha fesuar në vitin e ri. Po veç këtij viti 2026 unë e kam fesuar me fëmijët e mi.
E qartë. Atëherë, i rikthehemi edhe një herë pamjeve të shtëpisë. Ajo shtëpi në atë gjendje kur është bërë? Sa kohë ka që qëndronte e tillë? Shtëpia. Po. Pse ishte në atë gjendje? Ka qenë, domethënë normal se ti kesh në punë, do kesh rroba pa larë, ka qenë ashtu, plus se kemi qenë 10 ditë pa domethënë pa la rroba, kështu ka qenë, po në atë gjendje domethënë që është hapur aty që është vend, domethënë atë nuk ma e dot kush në mendje se unë sapo kam marrë nga shtëpia dhe kam gjetur shumë gjëra të tjera që nuk e kam parë në shtëpi. Nuk kanë qenë shtëpime. Si disa ushqime që unë konsumoj. Pra, kanë qenë ushqime që ti nuk i konsumon. Po kush i ka sjellë në atë video? Nuk e di. Këtë gjë do ta gjej policia, prandaj kam lënë gjithë organeve, policisë, gjitha domethënë pa u zbasë, se pa u zbasë detyra ime që deri më sot e kam aq kemi me djes, nuk ma hizot kush në mendje. E kuptoj. Ti pas divorcit, si ke pas marrëdhëniet me ish-burrin? Marrëdhëniet. Mirë, domethënë që lalizim telefonatat për fëmijë, asnjë gjë tjetër. Edhe kur merr telefon, më pyet për fëmijë, ti flisni fëmijët, asnjë gjë tjetër. Nuk është se kam pas. Po me ish vjerën, sa ajo thot, edhe pas divorcit unë me ish nusën kam pas komunikime shumë të mira. E ndihmonim shumë njëra tjetrën. Ka pas s'ka marrë një telefon, ish vjera ime mua. Sa herë vjen në Shqipëri takoja? Blerinën bashkë me fëmijët i ka marrë në shtëpi, thot. Sa herë ka pasur në Shqipëri? Ish vjera ime me mitë telefon, po ka marrë në Shqipëri, Blerinën do takoj fëmijët. Po i kam thënë takoj fëmijët. Më ka marrë telefon, kurse kësaj radhe nuk më ka marrë telefon, që ka thënë s'kam WhatsApp, s'kam këtë. Po gjatë kohës verës kaluar, a ke qenë bashkë me fëmijët në Itali? Në shtëpinë e vjerës? Këtë verë kam qenë në Shqipëri. Po verën e kaluar? Për verën e kaluar po flas. Po unë kam ikur në Gusht. Po? Fundi korrikut, fillimi i Gushtit, diçka aty, kam ndej domethënë trenet e shpejt aty, kam ikur te familja ime, jam kthy pastaj në Itali në shtator që ka filluar shkolla. Edhe deri në shkurt që unë jam kthyr nga Italia që nuk detyrohem me shku më në Itali, kam ndejt në Shqipëri pastaj, kam ikur kam pas fëmijët në Qeshoku, kam marrë shkollën në Itali. Pra, do të thotë që ti kur shkove në Itali, jetoje në shtëpinë e ish vjerrës, pavarësisht se me të birin ishe ndarë prej 5 vitesh. Po. Okej. Do të dora për atë bëra fëmijë. Pastaj pashë gjërat nuk ecën, do hysh në jetën time, meshim me fjalë me gjë, prandaj jam larguar. Prandaj e larguar. Ama do të thotë që ke pasur një raport korrekt në Itali, ta hapnin derën. Po, ata nuk më hoj. Në pasë do më të hyshin të jeta im, të mirë. Kur thua ndërhynin në jetën tënde, çfarë do të thotë? Meshim me shumë gjëra. Domethënë i thosha fëmijës për diçka, për shembull, djali im ishte i thoshe për një punë, djali tim e bonte. Babai vetë i thoshe ti shef për emër që punoj mami, punoj motra kur tritet. E kuptoj. Ishin sa gjëra domethënë që nuk ka shuja. Tani, Blerina, në fakt ish vjera jote më ka deklaruar që në telefonin e saj ka mbritur një mesazh nga i dashuri yt, partneri yt, i cili në një farë mënyre ka ngacmuar vjerrën tënde. Dashurim, ku që nga ky dashurim, unë i kam kushtuar jetë fëmijëve të mi, ku që nga ky dashurim. Të gjërat më bën, rrenat më bën gjithandej, por nuk Pra një njeri që ti e njeh ka ngacmuar vjerrën tënde. Nuk ka shanë, unë s'kam. Unë jam veç me 3 të li. Jo, edhe po të kesh nuk ka asgjë të keqe. Se ti je divorcuar. Jo, unë kam shumë mirë mund ta gjesha dikos që ndonte dhe ta kisha edhe ka. Po. Po unë kam zgjedhur jetën me fëmijët e mi, nuk e kam zgjedhur me të dashur me asnjë. Dakor. Do dalin gjëra të rejna të tjera, domethënë siç ka dalë ajo mbesa e vet që ndërkohë nuk është mbesa e vet. E kuptoj. Gota e shoqës vet. E kuptova. Po. Ma unë do nga fëmijët e mi nuk ke stoka me qelën bashkë. E qartë. Mirë, kohët e fundit fëmijët ishin në shtëpi the ti. Mbas festave, pse nuk ishin shkuar në shkollë? Kanë qenë pa qef. Ti e kishe lajmëruar shkollën? Po normal, kam çuar raport në shkollë. Po shkolla ka lajmëruar shërbimet sociale të Bashkisë Durrësit? Po. Mi thanë shërbimet sociale gjitha, mund të interesoni atje. Prandaj unë nuk kam të ndërhyma. Jo. Se kam lënë gjitha shërbimet sociale, gjithë policinë, kam lënë. E kuptoj. Ata vendimin. Po vetëm dëgjoj Blerina, është shkolla që ka njoftuar shërbimet sociale apo je ti që ke njoftuar shërbimin social?
Jo, shërbimet sociale më kanë qenë lajmërim edhe nga ana ime. Nga ana ime, domethënë në anën e shkollës edhe më kanë lajmëruar dhe mua për çdo gjë. Më kanë marrë në telefon, kam. A është e vërtet që në zonën e plazhit të Durrësit aty ku ke banuar fëmijët e tua apo ti vetë ke sjell probleme në komunitet? Se më kanë mbritur disa video që fëmijët duken vetë në balkon, të mbyllur me çelës edhe bërtasen nga balkoni. Ku ka ndodhur këto? Po, vitin e kaluar ndoshta këtë vit, gjatë periudhës verës. S'ka shans. Nuk ka shans, se gjatë periudhës ka qenë mami im prezent tuja. E kuptoj. Po ti ke ndruar disa banesa me qëra në zonën e plazhit Durrësit, apo jo? Jo, vetë 2 banese kam qenë në Itali, kam qenë në Itali, kam marrë banesën tjetër direkt. E qartë, e qartë. Ti bëj të gjitha këto pyetje për të sqaruar çfarë ka thënë vjera jote. Atëherë, edhe diçka tjetër, ti ke qenë ndonjëherë në Gjermani? Po kam qenë kur jam dalë në Izburi, kam qenë në azil. Ke qenë në azil? Po. Kush është, po pse u ktheve nga azile? Më kthye se më kthy negativi edhe normal që u kthyn. Pra ti ke marrë një ekspuls në Gjermani, nuk shkel dot më. Jo, shkel tani, e kam të hapur kam. Po atëherë kur ke qenë? Të kanë dhënë ekspuls që mos të shkelje më në... Normal që shteti domethënë kur ashtu, e vendosin për pa shko. Si se pata për Evropë, pastaj u detyrova kam ikur në Itali. E qartë. Kjo është arsyeja pse ti je kthyer nga Gjermania, nuk ka ndonjë arsye tjetër. Jo, kjo është arsyeja. Thjesht më kthy shteti. E kuptoj. Nuk ata kanë normal si çdo shtet ka rregullat e veta. E kuptoj Blerina. Pas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe në fakt në pjesën e parë keni dëgjuar një bisedë të gjatë që kam bërë me nënën e 3 fëmijëve. Ky ishte reagimi nënës ndaj akuzave që ka pasur ose diskutimeve më mirë duhet theksuar që ka pasur i zhvjera në një përballje të drejtë ekskluzive në orën 12 ditën e hënë, pavarësisht se njerëzit të cilët mund të bëjnë të njëjtën gjë siç bën edhe redaksia e emisionit Me Zemër të Hapur mund të dalin dhe thonë që dëgjose ka folur ekskluzivisht për ne, por kjo është konkurenca por në mënyrë të pandershme. Të paktën ne kemi dëgjuar të gjithë protagonistët, kam pasur mundësi të flas me familjarë të nënës së 3 fëmijëve, thashë edhe një herë kam folur me vllajën mbrëmjen e kaluar dhe nuk mund të zbardh shumë nga biseda me vllajën, por them që Blerina nëna e 3 fëmijëve është me fat që ka pikërisht një vëlla të tillë, një familje të tillë dhe një përkrahje të tillë. Megjithatë, edhe ish vjera dhe ish bashorti kanë pasur mundësi të dërgojnë materialet e tyre, të flasin me mua gjëre dhe gjatë, ku janë pa kënaqësit. Megjithatë, kam mbritur një telefonat me sa duket e drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, të shikoj dhe reagimin qytetar sot. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Po zonjë, mirëdita. Mirëdita. Po? Jam një zonjë që po e ndjek live emisionin tuaj dhe doja t'i jepja dëshminë time në rastin e zonjës. Po, në fjalë, po? Duke qenë se unë i njoh familjen e saj prej shumë vitesh dhe doja t'ja nisja prej nga ka ardhur kjo gjendja e zonjës, që është ka të ndisur në këtë lloj forme dhe mund ka ardhur shumë keq, sepse e kam njohur që kur vajza ka pasur djalin e madh, shumë të vogël, 2 vjeç. Po? Atëherë burri i saj, më duket që emrin... Jo, mos ja themi emrin. Po? Okej. Po? Burri i saj luante shumë bixhoz dhe gjithashtu edhe pinte, dhe ka pasur shumë borxhe që janë detyruar të shesin dhe shtëpinë. Po? Deri në këtë gjendje dhe edhe vajza pastaj ka pasur edhe më falë se kam dhe emocione. E kuptoj, se të rikthehen kujtime. Ti e ke njohur që nga kush vit? Besoj që nga viti 2015-2016 e kam njohur vajzën. Po? Si do ma përshkruaje ti si nën? Duke qenë se djali i madh ka qenë vetëm 2 vjeç dhe fëmijët më të vegjël nuk kanë pas lindur ose mund të ketë lindur vetëm djali i dytë, se vajza është e vogël në fakt.
Po, vetëm 2 djemët i kam njohur, vajzën nuk e kam njohur, se diku te 5 vite, për 5 vite unë nuk kam kontakt fare me vajzën dhe nuk ja di, domethënë, gjërat e fundit që mund të kenë ndodhur. Po? Por ajo ka qenë shumë punëtore dhe kujdesej shumë edhe për shtëpinë me sa mbaj mend, domethënë, po që Atëherë ishte e martuar apo jo? Ishte e martuar me zotrinë. Zotria gjithë ditën luante, pinte dhe pastaj u detyruan sepse kishin shumë borxhe të shisnin dhe shtëpinë ku jetonin dhe besoj që këto kanë qenë rrethanet që ka ardhur dhe ndarja e vajzës me bashkëshortin e vet. Si e kuptove që bëj fjalë pikërisht për këtë çift? Ndoshta se mediat janë treguar dhe portalet të pakujdesshme duke shfaqur portretin e fëmijëve dhe të nënës, si arrite ta identifikoja? Duke qenë se pash vajzën, domethënë Sonjë Blerina tek mirë, mos e përmendim, po? Po, dhe duke qenë se i pash fytyrën e njohfa direkt për kë bëj fjalë. Qartë, dhe ti i ke njohur nga afër çiftin apo nga larg? E kam njohur për disi nga larg, jo nga afër shumë, sepse nuk është se i kam nuk i kam asgjë. Po si ka qenë marrëdhënia e tyre, duke qenë se ti në një farë mënyrë ke njohur që bashkëshorti i asaj kohe, ish bashkëshorti i tanishëm, luante bixhoz, konsumonte alkool, kanë shitur shtëpinë. Po dhe madje kanë pasur dhe problematika me njëri tjetrin, me sa mbaj mend, dhe bashkëshorti pastaj ra në burg në Itali për vjedhje. Për vjedhje. Po. Dhe vjera e vet u detyrua erdhi në Shqipëri disa kohë që është kujdesur për djemët, ndërkohë që vajza punonte në një furrë buke aty në Kavaj, mos gaboj. Po. Sepse kur kam shkuar një herë me pushime aty e kam takuar rastësisht në furrë buke. Po. Dhe më ka ardhur shumë gjëna për historinë, pastaj ajo është larguar në Gjermani. Qartë. Nuk është se kam pas shumë kontakte me vajzën apo muhabet apo thjesht më ka treguar disa gjëra shumë lart e lartë. Po, ndërkohë pamjet që ke parë, si mund të mi përshkruash? Duken shumë të frikshme, por nuk besoj që mund t'i ketë lënë atë gjendje vërtet, sepse duke qenë se mbaj mend se ajo vjera e vet nuk sillet dhe shumë mirë me vajzën, e ignoronte, ajo ka qenë e urtë, nuk ka qenë njeri i hedhur që t'i kthehej me sa mbaj mend, por që nuk e di gjërat e brendshme si mund të kenë qenë. Pra, para vajtjes në Gjermani dhe rikthimit të saj dhe divorcit, se ti më pas e mësove nga media që ka mësuar një divorc, ti thua që nuk ke më kontakte me vajzën, me nënën e 3 fëmijëve, por kjo ka qenë jeta e vështirë e saj. Ka qenë jeta e vështirë, nuk kam pas ndonjëherë kontakte që ta kem shoqe apo as pak fare, nuk vetëm thjesht çfarë diskutohej? Ja di historinë nga fillimi dhe prandaj më ka ardhur shumë keq kur e pash. Ishe i qartë. Unë falenderoj që sapo pe numrin e telefonit, telefonove për dhënë dëshminë tënde, faleminderit që ishin drejt për së drejti me ne. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Tani, duat kaloj pak tek Bela, sepse përpara se të kaloj te Sara do lexojmë edhe pikat, ndoshta masat që ka marrë shërbimi social, do mundohemi të lidhemi dhe drejt për së drejti me shërbimi social, a janë vërteta që vetë nëna e 3 fëmijëve ka denoncuar tek shërbimi social, ka kërkuar ndihmë, në fakt, por edhe shkolla gjithashtu. Tani, nga dëshmia, nga deklarata e zhvierrës, nga deklarata e nënës së 3 fëmijëve, por biseda e fundit ishte një bisedë më e afërt me mua, se sa ballafaqimi që patëm ditën e hënë bashkë. Kjo sepse të dyja kanë versionet e tyre, edhe një palë e tretë është pak më neutral gjithmonë, dhe tregon atë çfarë dim, çfarë ka parë. Dëshmitarja, po. Nëse do më duhet të flas për fëmijët, sa kush nuk foli për divorcin, në zonja thot problematikat që ka pasur ish bashkëshorti në atë kohë, dhe tregoi një qytet afër Durrësit, siç është edhe Kavaja. Pra, dha disa detaje që këtë që nga 2015 nga larg e njinte çiftin, por jo se ka pasur marrëdhënie me njërin apo me tjetrin. Okej? Duke marrë parasysh që nga dëshmia e zonjës që foli tani, më vjen të mendoj që dinamikat e tyre familjare kanë qenë të dëmtuara që në gjenezë, pra me një person që luan bixhoz, edhe një person që është i alkoolizuar, një person që mbas edhe ka dhunuar, nuk e vëmë në diskutim këtë situatë. Tani, do të tregojmë transparent. Po t'i themi të gjitha siç janë me zemër të hapur, ose më shumë në dispozicion prova fakte
që ju i keni parë, më ka sjell familja e ish vjerrës edhe ish burrit. Po. Dakor? Që Tani, unë i kam pretendimet e nënës dhe më tepër besoj nënës se sa mund të besoj palën tjetër. Por që urdhrat e mbrojtjes, 1. Videot ku fëmijët mësoheshin në Itali për çfarë nënën e nuk e tyre. kemi parë. 2. nuk e kemi Zonja parë, nuk i ka sjell. Dhe unë duhet të rregojmë transparente dhe ta marr pak me rezervë, po jo mos ta besoj, sepse dëshmitarja mbase dhe thjesht i qëndroi fjalës time mbase edhe unë dua intervistën që kam bërë me nënën mbrëmjen e kaluar. Mbrëmjen e kaluar ajo fizikisht përpara se ty nim 1 minutë, përpara transmetimit ti e di shumë mirë që kërkoi edhe ndihmën e emisionit Me zemër të hapur që ne ja ofruam të mos e zbulojmë për çfarë arsye, por me një stres të akumuluar dhe probleme fizike, mbrëmjen e kaluar që ndoshta është si rrjedhoj e probleme emocionale. Tani, ndalojmë tek pyetjet që unë i bëra. Si është gjendja e fëmijëve? Shumë mirë ta. Ndërkohë që fëmijët janë në një gjendje drastike dhe shikohet qartë. Ata janë në spital. Jo, kanë një infeksion të cilin me sa duket po e kalojnë. Dhe do në ambientet e spitalit do ikin. Për fëmijë që në 2026 të kenë atë lloj infeksioni është absurde. Më vjen shumë keq dhe do doja shumë që të mos gjykoja nënën në këtë mes, por sado problematika ekonomike që ajo mund të ketë pasur, nuk mund të sillin kurrë këtë gjendje dhe këtë neglizhencë. Po edhe ajo vetë thotë që kjo është një gjendje që unë shikoj në këto pamje disa ushqime të cilat unë nuk i konsumoj. Disa ushqime që unë nuk i konsumoj. A i kam blerë fëmijët kur ajo nuk ka qenë prezent? A i ka sjell dikush tjetër? Disa ushqime të hedhura në tokë që ajo nuk i konsumon. Disa nga ushqimet po, markat si duket të ushqimeve. Mund të konsumojnë fëmijët. Mund të konsumojnë fëmijët. Po pra. Të ketë bletë tek marketi. Pikërisht. Ka shumë arsye. Por, me sa duket po ato janë rrobat e komshiut. Po, kjo nuk e justifikon gjendjen e shtëpisë. Një sekond tani. Më vjen shumë keq. Po mirë, të hedhura ashtu, mundet t'i ketë bërë një njeri? Jo, ato janë të akumuluara me kohë. Se kjo do zbardhet si çështje. Bëhen për një sekond. Nuk bëhen. Ajo me 3 ditë mundim nuk arrit dot të shkojë shtëpia në atë gjendje. Mund të ishte e rrëmueshme, po jo në këtë gjendje, thot ajo. Unë nuk e lash kështu. Është katastrofë. Është katastrofë. Po tani ajo nuk do thotë i kanë flasë kështu. Shiko, do flasë drejtësia, ishin 10 ditë pa ujë, i kisha lënë bidonat e ujit dhe është e vërtetë se ka thënë edhe ish vjera që në momentin që fëmijët më hapin derën e shtëpisë thotë, unë pash disa bidona uji. Po edhe kjo është shumë e rrezikshme, që fëmijët i hapnin derën dikujt që rastisht ishte dyshja. Po sikur të ishte dikush që mund t'i bënte keq atë. Pse ishin vetëm ato fëmijë? Pse ishin vetëm? Pikërisht. Sepse zonja ishte në punë. Pra zonja, përderisa sipas bisedës që dëgjuam pak më parë, gjatë verës ka pasur mundësinë që të merrte një dado, tani pse nuk e ka atë mundësi? Apo edhe gjatë verës ka qenë e njëjta? Ndoshta gjatë kohës së verës, zonja mund të punonte me orë më të gjata dhe mund të paguaj edhe më shumë. Dhe ka pasur mundësi, unë e pyeta për orët e argëtimit, pra për të gjitha materialet që mund kanë mbritur, se si festoi ditëlindja e zonjës, por pa praninë e fëmijëve të saj, se unë kur ja kam dërguar për qenë transparente me zonjën, thot po, unë jam në këto pamje që shfaqem në një ambient muzike me këngëtar, por unë kam qenë duke festuar ditëlindjen time në orë të vona dhe nuk mund të kisha fëmijët pranë vetes time. Ajo thot që për atë periudhë unë kam paguar një komshien time, të cilën ndoshta nuk ka mundësi tani për ta paguar. Se janë, shiko, çfarë do lloji rroge të marrë zonja, 3 fëmijë. Edhe vetë ajo nuk mund të përballojnë dot as këran, as veshman. Kanë pension ushqimor. Kanë, por babai 8 muajt e fundit, nga që i ka pasur në Itali, i ka thënë që gjatë kohës që fëmijët kanë qenë në Itali tek unë kam pasur shpenzime dhe për këto 8 muaj nuk mund ta jap dot pensionin ushqimor. Po kanë qenë në Itali tek jatje. Po. Kur është rikthyer. Dhe me datën 5 tetor, fëmijët do jepnin shenjat e gishtave. Shumë mirë. Po në ato 8 muaj që kanë qenë në Itali, kjo ka punuar edhe më shumë? Ka arritur të kursej diçka? Pikërisht, ka qenë vetëm një person. Me që ka qenë vetëm. Ne nuk e dim se zonja e ka bërë rrugën midis Italisë edhe Shqipërisë. Gjyshja ish vjera deklaroi që edhe i ka braktisur për 5 muaj, por ajo tha, unë kisha një proces gjyqësor, se zonja tha, mua më duheshin parat. Një prej fëmijëve të zonjës ka vuajtur dikur edhe nga epilepsia. Unë bëra një martesë fiktive me një person, i dhash mbi emrin tim sepse i duaj dhe ai më pagoi. Dhe për të bërë shkurozimin nga ky person, unë 5 muaj ndoqa procesin gjyqësor. Prandaj nuk kam qenë në Itali pranë fëmijëve, jo se i kam braktisur ata.
Ne kuptoj. Pra, këtu duhet të fillojmë edhe të flasim. Mirë, unë dua të flas se kjo sjellje nuk është një sjellje që Jo, nuk është një sjellje normale. Normale, në një shoqëri shqiptare, kushdo që ta ketë krijuar, pavarësisht se ju keni dyshimet tuaja, bidonat e ujit shfaqen aty në fakt, që të dyja palët thonë që kanë qenë, por le të ndalojmë pak se është një sjellje që ndoshta neve Belind na trondit, por është një sjellje që është shfaqur edhe në Europë dhe në Amerikë. Po, është shfaqur në të flasim pak për këtë lloj sjellje. Sjellje, patjetër. Dhe çfarë do të thotë? Kjo sjellje vjen nga depresioni madhor, në fakt. Personat janë neglizhent ndaj ambientit rrethues dhe ndaj vetes. Do doja të thosha që do ishte një përkufizim i tillë për zonjën, por zonja nuk është neglizhente ndaj vetes. Është neglizhente ndaj ambientit rrethues dhe fëmijëve nuk po e them, sepse fëmijët thonë që janë shumë të kënaqur me nënën e tyre. Pra, ka një kujdes të tepruar ndaj vetes dhe një neglizhencë ndaj për kujdesjes ambientit ku jeton. Për kujdesjes higjienike të Dhe ti thua që ky është një lloj deviance çrregullimi? Është deviance çrregullimit të shëndetit mendor. Të shëndetit. Po. Edhe nëse është krijuar nga të tjerët? Se këtu i mbetet hetimit pastaj. Këtu i mbetet hetimit. Kush i shpërndau pamjet? Kush mundet nëse një person ka arritur deri në këtë pikë, një person i tretë ka arritur të bëjë këtë gjë, normal që vuan nga një çrregullim i shëndetit mendor. Do investigoj, do flas me Sarën pastaj, sepse edhe shkolla, sipas informacioneve që ne kemi, por do t'i marrim gjithmonë me rezerva, ka denoncuar tek shërbimi social, por dhe zonjën e dëgjuat në intervistë që tha, po, edhe unë kam kërkuar ndihmën e shërbimit social. Shumë që tjetë vërtet që ka kërkuar ndihmën e shërbimit social, dhe shpresoj shumë që shërbimi social të marrë masat e duhura, sepse mua kjo gjendje nuk më pëlqen dhe nuk më duket fare normale. Mirë, do nxjerrim pak edhe të flasim pak për shërbimin social me të dyja ju, se më duhet kaloj tek Sara pas publicitetit në pjesën e tretë për të folur. Ndërkohë nxjerrim tabelën e shërbimit social për të kuptuar se kush janë masat që janë marrë, nëna është lënë në një periudhë prove. Çfarë do të thotë kjo periudhë prove, Bela, për nënën? Një mundësi e dytë, po pse? Kjo është një mundësi e dytë për të rishikuar përgjegjësinë e saj prindërore, se si ajo do të sillet me fëmijët gjatë kësaj kohe. Drejtoria e Shërbimit Social pranë Bashkisë së Durrësit nëpërmjet drejtorishës së saj bën me dije se pak më parë ka përfunduar mbledhja e grupit teknik ndërsektorial ku bojnë pjesë vetë shërbimi social, policia, shëndetësia e të tjerë, lidhur me ndihmën e 3 fëmijëve dhe nënës së tyre, u vendos që menjëherë tu vihet në ndihmë atyre duke i dërguar urgjent në spital 3 fëmijëve dhe shëmbatje të gjitha medikamentet për trajtimin e smundjes, pra infeksionit, do të bëhet pastrimi dhe disinfektimi i banesës. Këto i mori përsipër t'i financoj një fondacion, një shoqat, ndërkohë familja do të ndihmohet që ta zhvendos regjistrimin nga vau idejes, pasi me letra janë banor të malësisë së madhe, do kthehemi këtu se kjo nuk është origjina në fakt e zonjës në fjalë, ajo nuk është fare nga veriu, por është ajo për sa i përket martesës dhe shitjes së mbiemrit dhe të regjistrohet si banore e Durrësit. Duke u bërë banor të Durrësit, bashkia do të regjistrojë në listën e atyre që do të strehohen në banesa sociale, nënës nëpërmjet zyrës së punës do t'i ofrohet sërish një punë dinjitoze në mënyrë që të mos punojë 16 orë sikundër pretendon, por 8 orë në mënyrë që të mirërisë fëmijët e saj. Nënës gjithashtu do t'i ofrohen kurse prindërimi në funksion të mirëritjes së fëmijëve. Për çdo ditë do të kryen kontrolle mbi kthyrje nga shërbimi për mbarvajtjen e familjes. Pra, ajo do të jetë në provë për të parë nëse është aftë t'i mbajë kujdestarin ndaj fëmijëve apo jo. Kjo është deklarata edhe e shërbimit social në Durrës. Çfarë do të thotë për ty, Bela? A është e nevojshme kurse prindërimi, duke ditur që prindërimi nuk është një profesion, por disa sjellje edhe mundet t'i marri nëpërmjet këtyre organizatave, por pse reagon tashmë shërbimi social? Mbase tashmë është bërë aq alarmante sa të ketë kontrolle shërbimi social mund ta parandalonte të gjithë këtë tymnajën mediatike, opinioni publik. Ka më përpara nga shërbimi social, gjendja besoj se do ishte më neutralizuar dhe më normale për ata fëmijë.
thash, opinioni publik është ndarë në dy krahe, ca me nënën e 3 fëmijëve, ca me ish vjerën dhe kalojnë në modelin klasik të një marrëdhënie, po të dyja flasin që në Itali ish vjera e stronte në shtëpinë e saj, i ka mbajtur fëmijët kur ajo kishte probleme me ligjin dhe do shkonte në gjykat. Pra, unë nuk shikoj, më tepër është opinioni që nxit marrëdhënien e këtyre të dyjave se sa ato vetë të kenë një marrëdhënie dhe ish vjera ka qenë dhe korrekte. E ka telefonuar vetë, thotë nëna e 3 fëmijëve, nuse që më telefononte dhe më thoshte dua të takoj fëmijët. Por gjatë kohës që unë jetoja me fëmijët në Shqipëri nuk më telefononte. Pra, është një pretendim përtej normales? Shiko, këto janë akuza mbi akuza të cilat të dyja i bëjnë sepse janë në një konflikt tashmë. Preferoj të mos t'i marr përballë të dyja sepse secila ka versionin e tyre në fund të ditës. Po në sa pika janë dhe të përbashkëta? Në disa pika po, sepse duhet gënjejnë kur realiteti është ky. Se ky është realiteti. Megjithatë, mua më duket më tepër indiferencë institucionale, se sa një marrëdhënie ja bëri vjera, po të tillë shtëpi ka nusja, të dalin përtej marrëdhënies së tyre, sepse gjyqja marrëdhënia e tyre ju përket atyre ka bërë, mendoj unë, vetëm detyrën duke denoncuar në polici. Kjo për gjithë ata që japin mend në televizor, e kupton, nëpër media, që thotë pse nuk vajti për të kërkuar ndihmë, zonja menjëherë ka shkuar në polici, ka qenë policia më pas dhe shërbimet sociale, siç pretendon edhe shërbimi social në Durrës, që kanë shkuar dhe kanë parë pamjet. Kush i ka nxjerrë këto pamje, le ta marrë përgjegjësinë dhe ta zbardhi prokuroria dhe më pas të japi dënimin gjykata. Dalim në publicitetin e dytë dhe rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit për të diskutuar me panelin në studion e emisionit Me Zemër Tapur. Sara, do doja mendimin tënd. Tani të dyja kampet shfaqsohen për sa i përket këtyre pamjeve. Nëna e 3 fëmijëve thotë që shikoj disa ushqime të cilat unë nuk i konsumoj, nuk e kam lënë në këtë gjendje shtëpinë. Kam dërguar disa bidona me ujë që shfaqen edhe në video, por i deklaron edhe vjera, ish vjera. Ndërkohë ish vjera thotë kur i pash ashtu dhe ndihmën që më kërkuan fëmijët, shkova menjëherë në komisariat, do jetë gjykata tani, se edhe babai i 3 fëmijëve ka ardhur me urgjencë nga Italia. Po ashtu dhe familjar të zonjës, nga ana e nënës, pra nëna nuk është vetëm më e 3 fëmijëve, ka mbritur dhe ajo e tha, më ka ardhur babai, do mvi shumë shpejt edhe nëna, me vllajin unë kam folur dhe më duket një familje që i di të metat, si çdo njeri nga ne që ka të meta, i di të metat e motrës time. Tani, të lëm drejtësinë të flasi për pamjet dhe për çfarë ka ndodhur. Eksakt. Por, ne kemi dhe provat e fëmijëve në Itali, të cilat ju i pat. Ishin komplet ndryshe nga këto çfarë po shohim tani. Fëmijët ishin të pastër, mbi të gjitha, të rregullt, po me çantat vockla, duke dalë nga shkolla, si çdo fëmijë, siç duhet të jetë një fëmijë. Për sa i përket përsëri pamjeve, nuk janë të mijat, jo po janë të komshiut, jo po i ka bërë dikush, nuk besoj e vis që një person mund të arrijë të degenerojë një shtëpi për aq pak kohë sa ka qenë aty vjera e para. E dyta, po edhe shpërndarja e pamjeve, a duhet ishte shpërndar në media apo jo? Tani, unë e thash opinionin tim, unë jam shumë dakord që janë shpërndar sepse kanë ngritur një ndërgjegje shoqërore që tani ajo nënë dhe ato fëmijë po marrin ndihmën. Po identifikimin e nënës së fëmijëve dhe të 3 fëmijëve me portrete, ajo është një çështje tjetër, aty nuk jam dakord. Okej. Por kjo është një çështje tjetër. Fakti që ky rast u bë publik, për mendimin tim, e them edhe një herë, them shqyrë sepse shpëtuan 3 fëmijë. Edhe për sa i përket gjendjes... Kur thua shpëtuan 3 fëmijët, shpëtuan 3 fëmijët nga kjo gjendje? Po patjetër. Sepse fëmijët janë në periudhë prove me nënën. Po mirë, tani do të jepet një... Çfarë zgjidhje i dha kësaj situate? I ka dhënë një zgjedhje shumë të mirë, dhe zgjedhje më të saktë nuk mund të jepte. E para i dha ndihmën që kërkon për sa i përket pastrimit të ambientit, që është gjëja themelore për rritjen dhe edukimin e një fëmije të shëndetshëm, që mos të marri e mos të sëmundet me zgjebe në vitin 2026. Po. E para. E dyta, i ka dhënë mundësin të punoj 8 orë në ditë që të kujdeset për fëmijët e vetë,
me që pas ka punuar 16 Infekcioni vjen për shkak të pamjeve, apo me këtë infekcion mundet e të infektohet? Ai infekcion nuk mund të vi për... Nuk vjen... Vjen nga papastërtia ai infekcion, unë nuk jam mjeke, po aq pak djeni dhe dituri kam. Nga papastërtia vjen ai lloj infeksioni. Dhe një gjë tjetër, tani ajo ka mundësinë të punojë 8 orë në ditë. Kjo do ta ndihmojë me mbajt fëmijët, do t'i bëjnë një gjë shumë të mirë, do ta mësojnë, do ta riedukojnë se si me qenë një prindër i përgjegjshëm, sepse këtu është humbur komplet se çfarë do të thotë të kesh përgjegjësi. Masat e shërbimit social janë marrë për fëmijët, apo i është dhënë një mundësi e dytë nënës, apo për të nxjerrë fëmijët dhe të jenë në kujdestarinë e nënës, se babai nuk ka mbritur kot. Babai i 3 fëmijëve nga Italia i ka ardhur dhe i është drejtuar me 2 avokat gjykatës. Kërkon kujdestarinë e fëmijëve. Por marrë edhe nga dëshmitarja që mori në pjesën e dytë të emisionit, nëse është një njeri me kaq shumë probleme dhe vese, nuk e di domethënë si do arri ta marrë këtë kujdestari. Atë pastaj do ta lëmë në vlerësim të gjykatës se çfarë është më e mirë për fëmijët. Unë nuk kam pa një nën dhunuese, kam parë një nën neglizhente, një nën absente dhe një nën që nuk është kujdesur për fëmijët e saj. Kështu që unë nuk e mohoj dot dashurinë që një nën mund të ketë për fëmijët, sepse sa i don ajo fëmijët e vet, nuk i dua unë, apo Bela, apo askush tjetër. Por që t'i lesh në këtë gjendje, le shumë për të dëshiruar. Nuk e di... Pra, ju nuk ju bind arsyetimi që nëna e 3 fëmijëve thotë. Nuk e kam lënë banesën në këtë gjendje. Ajo ka thënë nuk kam lënë disa. Një sekondë, se nuk tha nuk e kam lënë në këtë gjendje. Kam thënë nuk kam lënë disa ushqime unë nuk i njoh. Disa gjëra tjera... Disa ushqime që unë nuk i konsumoj. Unë nuk i konsumoj. Por mund t'i konsumoj. Disa, po jo të gjithë, disa. Po? Kjo është fjala kyçe, disa. Pra, shumica, edhe sikur me hequr gjysmën e kësaj papastërtie, përsëri është një ambient i papranueshëm për të rritur 3 fëmijë. Unë shoh aty 3 karrige përpara televizorit, ku e imagjinoj shumë mirë dhe e vizualizoj që 3 fëmijët uleshin përpara televizorit dhe hanin përpara televizorit. Gjatë gjithë ditës, kur ajo ka qenë në punë apo ku ka qenë e din vetë. Mirë, ditën e hënë unë kam pasur mundësi ta pyesja, domethënë që kush kujdese për fëmijët e tu gjatë kohës që ti nuk ishe, dhe thot djali i madh, po djali i madh është vetëm 12 vjeç. Ditën e sotme kur kanë mbritur pamje të cilat ja kam dërguar zonjës, duke festuar ditëlindjen e saj, duke punuar ndoshta në një ambient që di vet ajo se si e zgjedh të punoj, ajo thot që po, jam unë që shfaqem këtu, por që fëmijët i kam lënë me një komshien time duke paguar këtë të fundit. Po, tani, edhe fakti i argëtimit, unë nuk jam kundër argëtimit, sepse një person do të argëtohet. Ose edhe të mirëmbajtjes së vetës së saj, ose... Unë nuk jam kundër këtyre gjërave, unë jam kundër kur një person i bën këto gjëra dhe anashkalon përgjegjësinë më të madhe, që është të i qenit nën, të i qenit një person i përgjegjshëm, të jesh nën, të kesh një përgjegjësi prindërore, nuk do të thotë thjesht që ok, jam unë nëna e këtyre. Atëherë duhet t'i garantosh ushqim, duhet t'i garantosh strehim, duhet t'i garantosh mirëqenie, higjiene, të edukimin. Të gjitha këto, unë isha në mangësi, fëmia kishte 1 muaj parvajtur në shkollë. Po, se kanë qenë pushimet e fund vitit. Po janë 2 javë pushimet e vitit. Po pra, pastaj fëmijët janë smur. Po se normal se në këtë ambient... Më kanë marrë fëmijët në telefon, më kanë kërkuar medikamentet, të cilat nuk i blejmë dot pa recet. Në momentin që kam mbritur receta, thot, e kuptuam që fëmijët kishin këtë infekcion, janë kthyer në Shqipëri sepse më ka vdekur halla, thot i zhvjera, dhe me që erdha për këtë shkak vdekje, unë mundova që sa erdhi në Shqipëri, ti kontaktoj fëmijët të cilët më hapën derën dhe pash këtë gjendje. Ky është shpjegimi që tha zonja. Tani, zonja shqyr që ka ardhur, sepse ka lajmëruar organet kompetente, ka marrë masat e menjëhershme për të hequr fëmijët nga ky ambient i papranueshëm për çdo fëmijë. Pra, në shkollë fëmijët nuk kanë shkuar për këtë arsye dhe nëna në bisedën e mbrëmshme me mua thotë që po, nuk kishe lajmëruar shkollën, ka marrë raport për fëmijët. Sepse është identifikuar infeksioni që fëmijët kanë. Prandaj janë edhe të rehabilituar në spital, se po marrin ndihmë mjekësore. Po pra, po tani duhet pyetur pse e kanë marrë atë infeksion ato fëmijët, cili ka qenë shkaku. Ju thoni që shkaku janë ambientet që ne shohim. Kemi pasur 10 ditë pa ujë, dhe mos harroni këtu të flasi. Edhe për mbytyjet që kanë qenë në qytetin e Durrësit. Nuk dua të shpreh më tepër se kaq, sepse mirë, në luftën dhe në përballjen e kujdestarisë në gjykatë, duke peshuar të dyja anët,
sa informacion ne kemi dhe për babain dhe për nënën, çfarë do ndodhi për kujdestarin atyre fëmijëve? Se nuk duam t'i bëjmë dëm atyre fëmijëve. Ky është interesi më i lartë, është mirëqenia e fëmijës. Edhe gjykata këtë do ta ketë parasysh, edhe kur të vlerësoj të ati. Do shkojmë në ndarje të fëmijëve, dikush me babain, dikush me nënën? Unë besoj se do të shohë njerëz se si do të heci vlerësimi i përkohshëm e riabilitimit të nënës për kujdestarin prindërore, tani që ka ndërhyrë shërbimet sociale. Të lutem, pse 180.000 lekë të vjetra për të 3 fëmijët? Ç'është kjo shumë, kur babai punon dhe jeton në Itali? Ka që është pensioni ushqimor? Po. Tani, ai pension duhet të shërbej për ushqimin, për strehimin, për 3 fëmijë nuk më duket i mjaftueshëm, përsëri këtë e ka vlerësuar një gjykatë kompetente dhe nuk mund të ndërhyjë. Tu kemi 2 standardizimin e gjykatës, një baba që shkon në gjykatë dhe kërkon kujdestarin e fëmijëve dhe një gjykatë që vendos 180.000 lekë të vjetra që babai duhet i paguaj këtyre 3 fëmijëve. Kjo nuk më duket normale, në qoftë se gjykata e Durrësit do pranoj kërkesën e babait. Se një njeri që jep 180.000 lekë në muaj për ata 2 fëmijë, nuk mundet të kërkoj kujdestarin atyre fëmijëve dhe unë nuk e di në qoftë se zotëria ka kërkuar gjatë momentit të zgjedhjes martesës. Ai nuk po e kërkon sepse nuk do të paguajë 180.000 lekë. Ai po e kërkon sepse fëmijët po rriten në këto kushte. Po atëherë kemi një gjykatë që ka vendosur një shumë qesharake të këtij babai që pas ka pasur mundësi ti mbaj. Duhet me parë se si ka qenë situata në periudhën kur janë ndarë, sepse në periudhën e divorcit, kur kanë bërë ndarjen martesore, atëherë është bërë vlerësimi i pasurisë dhe është bërë shpërcaktuar për çdo fëmijë X shumë. Po atëherë, kjo zonjë duhet ishe drejtuar gjykatës në qoftë se gjendja ekonomike e babait ka ndryshuar pas zgjidhjes martesës, sepse babai jeton dhe punon në Itali. Pra, ka të ardhura më të mira. Si? Kjo zonjë duhet kishte bërë shumë gjëra. Po mirë, në këto kushte, si mendon Sara se do shkoj zhvillimi një procesi gjyqësor, atyre që kanë shpërndar këto pamje? Unë besoj se një gjykatë do të, siç po me një anë edhe mbase gabojmë, siç po paragjykojmë ne që po flasim, edhe unë po flas shumë kundër kësaj situate, besoj se edhe një gjykatë do ta vlerësoj jo kompetente. Shikoj, ne nuk flasim kundër gjykatës, apo këtyre pamjeve. Ne flasim për ato që shohim. Po pamje duhen komentuar. Unë kundër këtyre pamjeve jam e revoltuar dhe nuk e justifikoj dot një nën që ka lënë situatën të arrijë në këtë gjendje. Pavarësisht se ka punuar apo s'ka punuar. Kjo gjendje është e papranueshme për fëmijët. E para. E dyta, në rastin e gjykatës, unë nuk e di, shpresoj që gjykata do të jetë komplet neutrale dhe do të mbaj parasysh vetëm më të mirën për fëmijët dhe të vlerësoj se këto fëmijë ku do rinë, do qëndrojnë me teatin, në kujdestarinë e teatit apo me nënën. Në rastin këse, këto fëmijë... Çfarë rrezikohet pra? Çfarë rrezikohet në gjykatë? Ku drejt çfarë vendimi do shkojë gjykata? Tani këta nuk e parashikojmë dot, por për mendimin tim, unë mendoj se pas këtyre pamjeve do fitojë ati kujdestarinë ligjore të fëmijës. Ju thoni që nën është e papërgjegjshme pas këtyre pamjeve. Në qoftë se pastaj ka edhe një avokat që do di ta vlerësojë një situatë të tillë, atëherë do di të peshoj provat akoma më shumë. Një gjë tjetër është që shërbimi social tani ka vendosur një periudhë prove për nënën edhe do të shohim në qoftë se përmirëson situata. Pra se këtu e thash edhe një herë bëhet fjalë më shumë për mënyrën se si ka neglizhuar ambientin dhe fëmijët e vet. Qartë, megjithatë mbetet në dorën e gjykatës për të zbardhur kush i ka shpërndar këto pamje në media, por njëkohësisht edhe kush e ka shkaktuar këtë rrëmuj. Është një tjetër proces, ndërkohë që të dyja palët, edhe nëna dhe babai, kërkojnë nëna ri kujdestarinë në gjykatë, sepse është kërkesa e babait që ka shkuar drejt gjykatës së Durrësit, e ka sjellë me një urgjencë dhe kërkon kujdestarinë e këtyre 3 fëmijëve dhe për çudi ky njeri që paguan 180.000 lekë të vjetra kërkoi kujdestarinë. Edhe një gjë tjetër që përveç papastërtisë, në qoftë se shikojmë ambientin, nuk është një ambient i varfër. Është një shtëpi që i ka të gjitha kushtet. Në qoftë se do ta kuronin, është një shtëpi multifunksionale. I shoh mobiljet e reja, i shoh tualetin që është gjithsesi i mobiluar mirë. Pra, është papastërtia këtu, kondicioneri, tualeti, lavatriçe. Papastërtia, jo tek ambienti ku. Pra, ju thoni që është një banesë me kushte shumë të mira. Kjo nuk është një banesë e varfër. Kjo nuk është një banesë e varfër. Por është bërë tillë.
Është totalisht e kundërt e një banese të Po, varfër. ndërkohë që Kam Sara parë foli për banesa shumë të aspektin- varfra po, dhe shumë të pastra. Po, Flasim foli realitetin. Po, Sara Ishi foli- televizori i ri, Po, foli për aspektin, sepse është një banesë me qëran. është një Dhe banesë nuk paguan pak qëra zonja. Foli për aspektin ligjor dhe probabilitetin e të dyja palëve, ndërkohë që nuk e di çfarë këshille ke për prindrit e atyre të fëmijëve. Si duhet të jetë qasja e tyre mbas këtij skandali mediatik? Qasja e tyre do të jetë shumë e kufizuar kundrejt njëri tjetrit. Patjetër që me konfliktet e tyre fëmijët duhet që ndrojnë large dhe s'duhet jenë fare pjesë e këtyre konflikteve sepse do ndikojnë shumë keq në gjendjen e tyre emocionale, psikologjike, sidomos pas kësaj gjendje që ata kanë kaluar. Sepse kjo lloj neglizhence ju shkakton atyre edhe një neglizhencë psikologjike në rritje. Mund t'i rikthehen shumë shpejt normalitetit të tyre emocional, flasim pas Shpresoj bërjes mediatike të... Shpresoj shumë, por pak e vështirë. Shpreson shumë, por pak e vështirë, ndërkohë që nëna deklaroi që ka pasur asistencë psikologjike gjatë gjithë kohës për të 3 fëmijët, për nënën jo, edhe pse nëna duhet ishte kryesore në këtë Nëna duhet asistencë marrë dhe duhet psikologjike. bërë një vlerësim i mirëfillt. rregullt dhe i mirëfillt. Gjithsesi ne kemi folur edhe jashtë kamerave dhe nuk kam bërë shumë çka me dije në këtë emision, sepse me nënën kemi folur të paktën për aspektin e saj emocional, prandaj do t'ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur në transmetim të drejt për drejt, kemi qenë live në News 24, në televizionin më të madh informativ në vend, bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë më takofshim.